Arrestohen nga policia në Lushnjë dy shtetas të shpallur në kërkim për vjedhje dhe procedohet në gjendje të lirë një tjetër, pasi mbante armë sportive me vete. Në njoftimin e policisë thuhet se si rezultati i kontrolleve dhe administrimit të shpejtë të informacioneve të siguruara në rrugë informative, me objektiv kapjen e shtetasve të shpallur në kërkim dhe goditjen e palishmërisë, shërbimet e forcës operacionale të DVP-Fier dhe të seksionit për hetimin e krimeve kundër personit, vunë pranga shtetasit XX alias SHG, 46 vjeç, banues në Karbunar, pasi ishte shpallur në kërkim për veprën penale vjedhja me dhunë, për të cilin gjykata kishte vendosur masën e sigurisë arrest në burg. Ky shtetas në bashkëpunim me shtetasin Isa, 31 vjeç, në datën 29/05/2025 i kanë vjedhur me dhunë automjetin një shtetasi 41 vjeç, vijon puna për kapjen e 31 vjeçarit. Gjithashtu u kap shtetasi AP, 47 vjeç, banues në Lushnjë, pasi gjatë kontrollit të automjetit ju gjet dhe sekuestrua një shkop metalik, në cilësinë e armës së ftohtë. 47 vjeçari ishte i dënuar më parë për vjedhje me armë. Ndërkohë, specialistët për hetimin e komisariatit të policisë Lushnjë referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin AG, 30 vjeç, banues në fshatin Shegas, pasi gjatë kontrollit të automjetit ju gjet dhe sekuestrua një pistolet sportive. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier për veprime të mëtejshme.